Komuna e Tetovës do të organizojë debatin publik në lidhje me studimin e fizibilitetit për transformim digital të shërbimeve të ujmatësve në komunën e Tetovës. Kjo për shkak se humbjet e ujit janë të mëdha brenda në qytet, ndërsa faturimi bëhet në mënyrë paushale. Me vendosjen e ujmatësve digital, pritet që qytetarët të paguajnë aq sa harxojnë ujë, mirëpo vendosja e këtyre ujmatësve kushton shumë. Prandaj Komuna e Tetovës është në kërkim të modaliteteve për të bërë finansimin e tyre. Ujmatësi do të jetë një farë baze për me pas faturim të drejt ndaj harxhimit të ujit. Për momentin ju e dini se faturohet në mënyrë paushale, investimi për vendosjen e ujmatësve digital është një kosto dukundirat 6 milion euro, që për momentin besoj që do të mundon gjejnë modalitete se si të vinë deri te fondet që do ta ndihmojnë këtë proces, po në ditët në vijim, bile edhe në muajt në vijim, do të organizohen disa debate që të arsyetohet edhe vetë montimi i këtyre ujmatësve digital nga distanca në mënyrë moderne që të lezohen edhe harxhimet reale. Në ndërkohë, për të arritur deri te ky shërbim, Komuna e Tetovës nuk e përjashton mundësinë për fillimin e procedurës për dhënien e kontratës për partneritet publiko-privat për transformimin digital të shërbimeve të ujmatësve në komunën e Tetovës. Kreu i Këshillit Naim Ismaili tha se kjo nuk është përfundimtare. Ajo është një nga versionet e cila mund, do me thonë nuk është definitive, do me thonë në qoftë se arrihet që të gjendet një partner i cili mund ta finansojë në mënyrë më të shpejtë, atëherë ndoshta edhe mund të mendohet në drejtim të tillë. Po për momentin në PKSH-ari është ajo e cila mund të aplikojë në fonde për digitalizimin e ujmatësve. Vetë miratimi i studimit të fizibilitetit, sipas kryetarit të Këshillit të Komunës së Tetovës, do t'i hap rrugë ndërmarrjes publike shari përmes pëlqimit nga Komisioni Rregullator për Energjetik që të ketë qasje në fondet që mund të përkrahin këtë iniciativë. Ai tha se edhe nëse arrihet që të vendosen ujmatësit digital, nuk do të ketë shtrejtim të faturave të ujit, por do të dihet harxhimi real. Ndryshe në njoftimin e Komunës së Tetovës për debatin lidhur me ujmatësit digital, theksohet se debati synon të hap një diskutim të hapur dhe konstruktiv për përmirësimin e transparencës, efikasitetit dhe aksesit në shërbimet publike përmes digitalizimit.